jemi këtu afër dhe kanë frikë se nuk na dëgjon. Ta thrasim edhe një herë. Dorëheqje! 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 Më fort ta dëgjoj! Dorëheqje! 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 Sot krye Hajduti është përpjekur na përçaj, duke bërë shantazhe vëllezërve dhe motrave tana, duke i shantazhuar për bukën e gojës, i ka ulë ca karrige atij me ton. Sepse ai e vetmja gjë që mendon janë karriget. Turp ne në gjithë historinë tonë janë përpjekur na përçajnë, të na ndajnë në krishterë, në musliman, na ndajnë në partijak ose jo, në demokrata socialist, por ne kemi vetëm një, ne jemi shqiptar dhe shqiptarët që ndrojnë këtu sot. Shqipëri, 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 Shqipëri. Rama jepe dorëheqjen, Rama jepe dorëheqjen, Rama jepe dorëheqjen, Rama jepe dorëheqjen. Rama jepe dorëheqjen, Rama jepe dorëheqjen. Tashti do doja të ftoja një djalë, një patriot të vërtet, i cili ka ardhur të na thotë dy fjalë. Është një djalë, një atletar i orëve të para, i cili ka rrezikuar jo pak herë jetën për këtë vend. Dua ta ftoj me duar trokitje. Ramanburg Berishanburg, Ramanburg Berishanburg, Ramanburg Berishanburg. 1912 Shqipëria shpalli pavarësinë, 1913 2/3 e trojeve shqiptare ngelën jashtë Shqipërisë. Ngeli Çamëria, që dhe sot e kësaj dite nuk ka drejtësi për të. Ka ngel Ilirita, se sot po bëhet luftë akoma për gjuhën shqipe. Ka ngel Dardania, krahin shqiptare autoktone. Ka ngel Sanxhaku, ka ngel Tuzi, ka ngel Ulqini, ka ngel shumë treva të tjera shqiptare. Duhet ta lidh këtë me Kosovën. Kosova sot shtet i pavarur, po sot Kosova më shumë se kur duhet tjetë më shqiptare se ne shqiptarët. Kosova është zemra e Shqipërisë. UÇK, 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 UÇK. Pa dyshim që UÇK-ja, Ushtria Shqiptare e Kosovës, është krenari kombëtare për gjithë, për çdo shqiptar, çdo cep të botës. Por s'do të harrojmë se ne jemi i lirë, jemi dardan. Historia jonë e vërtet nis nga pellazgat i lirët. Mesazhi sot për politikën shqiptare është që ne duhet kërkojmë të drejtat e shqiptarëve
kudo që ndodhen. Qoftë të ato në Xhamëri, qofshin në Maqedoninë e Veriut apo Iliritën, qoftë në Luginë e Preshevës, Sanxhakun, sot janë ngrit, kemi Emira Selimin, kemi Amina Nujen, kemi shumë njerëz patriota që duhet t'i mbështesin, se është kauzë kombëtare dhe është detyrë për çdo shqiptar që ne të mbrojmë historinë tonë. Respekto. UÇK, 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 UÇK. Përshëndetje të gjithëve, sa shumë shëndrini sot! Shqipëria e shqiptarëve! Shqipëria e shqiptarëve! Shqipëria e shqiptarëve! Jeni të mrekullueshëm, zërat tuaj dëgjojnë gjithandej, dëgjojnë aq fort sa që bashkëdhetarët tuaj po vrapojnë drejt Shqipërisë. I kemi nesër të gjithë këtu, i kemi në këtë shesh. Ndërkohë le të dëgjojmë zërat tuaj, le të dëgjojmë dhe mendimin e një arkitekti të ri. Përshëndetje të gjithëve Tirana, përshëndetje shqiptar kudo që na ndiqni, edhe keni për zemër këtë kauzë tonë sot këtu në kryeqytet. Unë jam një qytetar i Tiranës, aktivist e projektues i qytetit edhe i peizazheve të qyteteve në përgjithësi. Në këtë demonstratë qytetare, unë po merrem me fotografi, që është një prej gjanave që mundëm me bënë këtë shesh, dhe më ka dhënë shkas nëpërmjet saj me pa dy aspekte të cilat doja me i folë me ju sot, edhe që mendoj se janë të rëndësishme. E para është e lidhur me aktivitetin që po ndodh në shesh, ndërsa e dyta lidhet me kauzën e cilën na mblodhi edhe na pani bashkë këtu, që si vend lindi në Zvërnec. Ajo që unë shikoj sot këtu është një lloj aktivitetit i cili kalon përtej çfarë do lloj organizimi, proteste, manifestimi, tubimi qytetar, realisht është e papërshkrueshme. Qytetarët kanë vendosur me i dhanë edhe një emër, unë e kam përpara, e quajnë Shqipëria e Re. Shqipëria e Re! 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 Gjëja e dytë për cilën do doja me u folë shkurtimisht është një aktivitet që pata rastin me marrë pjesë të shtunën e kaluar, kur vizitova Zvërnecin për herë të parë. Edhe pse natyra atje për mu si arkitekt është e njohur, se është natyra e komplet Adriatikut që na rrethon, mendoj se vetëm duke shkelur vetë në atë vend e kupton përmasën e krijimit që po kryhet në atë park. Atje u pritëm nga banorë të Zvërnecit që dalin për ditë, nga banorë të Vlorës që udhëtojnë për ditë dhe ekspert mjedisorë. E përveç tyre, shumë vizitorë të ardhur nga anën mban Shqipërisë, kishte edhe grupe të ndryshme të huaja nga Ballkani e deri te shtetet më të largëta të Europës perëndimore, mbanin vesh edhe